Mirëmbrëma të dashur teleshikues, teledëgjues, teletapisa. Mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radios dhe në kanalin 10 në digital. Ne jemi live, Juli ktheu nga ana tjetër. Se jemi për socials nga ana tjetër, ja bëjmë me duar bukur shumë. Me avion, pa avion, me timon, pa timon, në radio Radio me timon, radio në dëgjon. Bravo Juli, ti bë këto rima si herë ta shuaj edhe von. Bravo, Bejte Gjiu i klubit ton Angelo Shkreli, Julian Hurdha dhe DJ Kedos nga ana tjetër e xhamit për të bërë këtë mbrëmje. Kush po na merr në telefon, po jam live ore, nuk e hap dot. Jo, si ke thënë pjesë parë? Ta them kush po merr në telefon. Jo, nuk e them dot se është person publik. Është shumë i rëndësishëm, nuk e them dot. Nëse. Ne pra treshja braziliane që do të mbaj në argëtim ditën e sotme në këtë 9 Mars 2026. Juli, një ditë pas 8 Marsit dhe 2 ditë pas 7 Marsit gëzuar këto dy festa për të gjithë mësuesit dhe për të gjithë nënat dhe gratë kudo që janë, se s'kemi pasur mundësinë t'ju urojmë në këto ditë kur i keni pasur, por urojmë sot. Ja ti puthi mirë. Gjithashtu ju urojmë dhe gëzuar ditën e verës se deri të shtunën nuk do të shihet. Ne edhe nuk do të dëgjojmë, po, të gjitha aty. Paket në këtë fillim emisioni. Bravo qoftë. Deri në orën 20:00 do të jemi së bashku dhe dy ishin ndodhit më kryesore që kanë të ronditur tregun mediatik dhe tregun e Instagramit, TikTokut dhe Facebookut këto ditë. Sa ishin? 2. Po pse u përtove të gjejë tretë? Po këto të dyja janë sa për 20. Okej, mirë, bojkoto sigurisht ti. Po, kush ishin Juli? Tani i bëjmë thirrje qytetarëve, dëgjuesve, banorëve dhe vendasve dhe turistëve që bëhuni gati sepse na kanë pushtuar. Kush? Indianët. Si na kanë pushtuar indianët ore? Lemër pyetjet koleg Lellafe, tani indianët na kanë pushtuar, kështu që gjej materiale të mbrojtëse, kaskadluar, si thonin dikur. Sepse materiale mbrojtëse nuk kuptoj komplet tjetër gjë. Po edhe për atë rast. Merr çdo lloj gjë, nuk i dihet jetës. Për kë kam unë, se ti po del kundra gazi. Gazin e otio. Po ne ky gazin e atis, po am gazin e indianëve, po. Pasi na pushtuan ekranet me Sarasvati Çantrat me bidajt, ata na kanë pushtuar seriozisht dhe kanë ardhur vet. Po kush po indianët po të them. Po çka kanë indianët apo? Kemi një lajm shumë ndërkombëtar, koleg. Tirana po bëhet qendër globale e infermierisë. Rreth 100 student nga India janë regjistruar në programin e infermierisë në një universitet privat në Shqipëri. Domethënë Tirana po kthehet në Bollywoodin e shtrigave. Ashtu. E shringave, edhe shtrigave bashkë. Ë? Se ka shtriga. Drejt ditë shringave Covidit s'dihen se ç'a jemi. Ore, se ke vënë reti që indianët bëjnë edhe magji këtu. Leolia. Mjafton mos i prekim lopët. Thank you. No problem. Mos i prekim lopët dhe në vend të filmave me këngë valle tani kemi praktik me serum dhe termometër alla indian. Universiteti thotë se ky është një hap drejt ndërkombëtarizimit të arsimit shëndetësor. Por se sigurisht sepse kur mendon për qendrat botërore të infermierisë, mendja të shkon menjëherë në Tirana, Londra, Brukseli, Gjermania, Teheran, apo jo Teheran nuk shkon mendja tani po. Pritë zot tha. Jo, po pse o burr? Universiteti pra pasi ka bërë këtë deklaratë dhe shton më tej se ideja është kjo, studentët nga jashtë vinë këtu sepse është më lirë se vendet e Bashkimit Evropian. Prandaj pas sa foto onër që ishin dyndur, ishte bëj klas vetëm me ata, thash kur erdhi vera, po bukur se këta hyn TikTok dhe bëjnë live. Po mirë, janë mësuar atë. Elbasan City e shkruan. E gjithë për Elbasan për të ngrënë ballokume në ditën e verës, nuk ka se si të ndodhi ndryshe që mos shkojmë në Elbasan edhe të shijojmë një ballokume ala. Apo jo. Nëse s'ka trafik mbrapa shesh. Po, vazhdo Juli, vazhdo se i bie bukur ti. Pra ne po bëjmë atë që shqiptarët bëjnë gjithmonë, gjejmë ofertën më të lirë vetëm se këtë herë oferta është Shqipëria, thonë indian. Po, ashtu është burr, ashtu është. Tani ke parasysh këta tanët që thon po na merr rinin Europa, imagjino tani ata në Indi duke dalë në protestë po na merr rinin Shqipëria. Imagjino ande në reklamat në Indi, në TikTokun indian. Çuna përshëndetje. Kafshim bachelori, studive infermierie në Evropë me çmim ballkanik, diplomë me pamje nga Adriatiku. Jo përshëndes dhe kalofshi sa më këtë. Po edhe studentët kur vinë, shkojnë më saktë në Indi, shesin mend shokëve atje, unë studioj në Shqipëri, studioj në Europë. Jo. Ku është kjo do thon ata? Thonin
indianët. Po, afër Italisë këtej na. Aha. Me pamje. Por ka gjithmonë një por. Del ndonjë indian më i zgjuar se tjerët e thot, po mirë mër burr. I thot indianit. Ju thoni që studioni në Europë, në Shqipëri thonë që po ikim në Europë. Ku e vërtet ke Europa për vlla se na fiksut? Ere, del edhe një tjetër që është më optimist edhe ky dhe ja kthen, o vlla, nëse shqiptarët po ikin të gjithë në Evropë, pse të mos shkojmë ne në Shqipëri, e kupton, luan me dy porta ky. Se për shembull ikën Angelo vjen a dy kulë këtu. Zihen dy vet fiton një i tretë. Po jo indiani e burr. Vi indiani këtu në Shqipëri. Megjithëse ne kemi shkuar në Indi, si e kemi ne shqiptarët marrëdhënie. Mirë është marrëdhënia. Mirë, që me Nën Terezën. Po. Nën Tereza u rritë, edukua dhe jetoi atje, veproi atje, kështu që po pas Nën Terezës kemi në një gjithmonë mirë kanë qenë marrëdhënie. Kemi mirë me indianët. Po ku shkojmë me ham mishin e këtë si viçi ande apo? I duhet pyesim ndonjë. Okej. Trip top Arion. Po ta pyesim. Hajde me Ariolën. Bëjmë shout out Ariolit me Ariolën. Bëni Indin këtë herës tjetër që të marrin vesh a hahet mish viçi në Indi apo jo. Shkojmë tek ngjarja numër 2. Hajde se këtë mezi po e pres. Ma jep. Kemi një lajm që prek një nga shtyllat më të rëndësishme të shoqërisë shqiptare. Të bëhemi pak serioz te ky lajm se këtu nuk ka nevojë për shaka. Koleg, lutem, cilësoje që po flasim për politikën dhe jo për bukën, a? Si? Jo. Shoqata e prodhuesve të bukës thot se ka mungesa të madhe punëtorësh. Pra po zhduket zanati i bukpjekësit dhe bukbërësit, koleg. Ja, një sekond, se është e vetmja herë ku unë s'do bëj batut. Serios. Sepse në Shqipëri mund të mungojmë shumë gjëra, por buka që ka qenë gjithmonë aty, bashkë me debatin politik dhe faturën e energjisë. Ishin këto tre topikat kryesore që ne shqiptarët përmendim, pra buka, politika edhe fatura, se ajo na vjen. Por zanati i bukpjekësit dhe bukbërësit ka kaluar brez pas brezi, por si duket po zbehet. Po tani i thon brezi i ri thon Brumi, jo faleminderit, unë duan ai tripod podcaste, ai kurs marketing digjitale të jap gaz për bukë. Pra, bukën ka kush e bën. Nuk do që të çohet në 4 të mëngjesit për të bërë bukën. Po normale burr, në 4 të mëngjesit rinjt janë akoma zgjuar, ç'a preti? Jo për bukën, po pastaj ti bën sikur thua, ore, me vërtet i vjetër jeti vëlla që nuk zgjohesh dot që në mëngjes. A kupton? Se i bëjnë edhe le të themi një punës, a kupton? E kuptoj, po. Nuk duan punën, nëse do ta thonim. Ti do zgjohesh që në 4 mëngjesit bëhet bukë, thuaj. Jo, zgjohet mami. Ja, nuk zgjohet 4 mëngjes. Bravo për mama që zgjohen që në 8 mëngjesit edhe bëjnë. Po, me thënë drejt unë e bëj bukën e vetë në shtëpi dhe e kam të freskët këtë procesin. E bën mamin, domethënë. Po, mami, domethënë, po flasur në emër të shtëpisë. Okej, bravo. Po flas në emër të robëve të shtëpisë. Nderove gjithë familjen, nderove mamin, babin, motrën, gjithë ata që i do dhe të duan. Bravo Juli. Imagjino tani shqiptarët pa bukë të freskët në mëngjes. Lutem këtë mos e thuaj as për shaka, se kjo është më e frikshme se çdo krizë ekonomike, Juli. Po çfarë zgjidhje mund të ketë? Ta gjejmë zgjidhjen, është 18:15. Ka shpejti, or si ikin minutat shumë në radio, më ç'na keni bër? Po, jepi. Thuaj edhe të fundit. Thuaj na jep zgjidhjen. Mund të kemi reklama, kërkohen bukbërës, preferohen që të dinë edhe shqip, por nuk është kushti domosdoshëm dhe në fund do ndodhi paradoksi shqiptar. Bukën do ta bëj dikush nga jashtë, ndërsa shqiptari do jetë në radhë duke thënë, s'ka më bukë si dikur, jo. Mirë se erdhët në emision, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futin një mendje top sepse më mirë do të bëhet, më keq nuk ka ku të shkoj. Tani kemi reklama dhe pastaj rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit. Ju vazhdoni të qëndroni këtu me ne. Përshëndesim gjithë studentët indian që janë në Shqipëri. Nëse ishit duke na dëgjuar, ishte kjo përshëndetje për ju. Urojmë ta keni shijuar dhe vazhdoni dhe nguleni mirë atë gjithë për. Përshëndesim edhe të gjithë motorristat indian që kanë ardhur në Shqipëri. Bravo ju qof, sa erdhët ju dolën shqiptarë duke bërë protesta. Pavaluli. Gjithë protestë masive ishte koleg. Por tani do shkojmë nga India në Turqi dhe pastaj direkt me charter në Shqipëri. Aha, sa lek pas ke pasur. Po, jemi tek mos mbo filma mu. DJ Kedos ka përzgjedhur një super baz. Hajde herë. Aha, bukur direkt. Mes Bosforit. Po, do shkojmë tek Muzeu Pavajsisë apo jo? Jo. Do ta bëjmë me muzeun. Iliazi me Shamikuqen. Okej. Unë besoj jam Shamikuqe apo jam Shamibardha? Po, në këtë rast po se është transferuar në Shqipëri. Thjesht e ka larë me 90 gradë Shamin. Iliazi me kamionin e tij vinte vonë në shtëpi. Po. Shamikuqja mendonte se e tradhtonte, por ai shkreti vinte vonë se kishte hall tjetër. Pse vinte vonë Iliazi?
A e ndihmon Iljazi Shamikuqen me punët e shtëpisë? Edhe si po ja kalon çifti pas transferimit në Shqipëri? Bëuni gati të ndiqni episodin që askush se ka parë, se nuk shifet me sy është beter. Edhe pse Iljaz, neredesin lan? Ku je? A shkëm Shamikuqe që je plot huqe. Jazëk Iljaz, ora 12 e natës. Jo, s'ka shku 12 akoma, se nuk I kam dëgju fishek zjarret ti hedhin. Tani vijet në shtëpi. Haram Iljaz, haram. Qa të bëj shkëm me depsës policis më le me ardhë më herët në shtëpi. Hajër, gënjen, mërqen. Me rëp shtëpi e ka vu policia ligj, nuk lejohen kamionat në qytet para orës 11. Iljaz. Ja. Ser plan detaj kështu, është serial turko po. Iljaz, më thuaj të vërtetën, a shkëmbenim? Po? Më thuaj tamam, me femër tjetër, upsi dupsi, haram, bam, bam, çam. To bene srafkulla, unë me femër tjetër, upsi dupsi, haram, bam, bam, çam, jak. As në Instagram? Jo mraft pika, bam, bam. Po ato zemrat e bardha që I çojë një vajzë bjonde? Janë zemër ngjyrë hiri a shkëm, që do me thënë unë me ty, veç kur të më bëhet zemra kështu ngjyrë hiri, që do me thënë kur të vdes, sa atëherë bëhet zemra ashtu. Mos më gënje Iljaz, ti I thoje bjonde o bjonde e ke radhën sonte, ndërsa ajo tha, unë e kisha mbrëm sot e ka jo të më tha, gratë ndjenjë tradhtin Iljaz. A shkëm po ti mendon se unë do të tradhej me një vajzë që më shan nga nëna? Po, të pëlqen ty Iljaz kur të shajnë, se kështu je ti. Po më pëlqen kur ma nxjerrin nënën nga shtëpia, po jo kur ma shajnë. Po Iljaz, po. Vazhdo. Edhe burrat e ndjejnë tradhtin kur po I kontrollohet telefoni. Zgjohesh në 3 natës I e bërë si xhint, pu haram. Iljaz! Pse ka që arrogant? Në filmat turq burrat vdesin për dashurinë, ti s'po vdes? Po ti harro që ne jemi në Shqipëri dhe këto burrat vdesin për parkim. Mos e ndrysho temën. Pse vjen gjithmonë vonë në shtëpi? Po ta thash moj policia nuk I le kamionat ty në qytet më herët. Po dje? Dje, erdhe në një të natës. Po, se je pu I patës? Para meje ishit ca kamion të tjerë. Trafik, xhanëm, trafik. Iljaz, më thuaj të vërtetën dhe të drejtën. Ti rri natën me shokët Iljaz. Po, rri ndonjëherë. E dija. Shef jok, hall e vet. Çfarë halli ke ti Iljaz? Po kur zgje parkim për kamionin, rri me shokët derisa të lirohet në vend. Iljaz, je bërë tipik Arnavut burr. Ti nuk më ndihmon fare në shtëpi. Turp, jazëk. Si nuk të ndihmoj? Kush I lan enët? Ti ashkëm. Kush pastron? Ti ashkëm. Kush bën pazarin? Ti ashkëm xhanëm. Po ti, çfarë bën? Unë ta mbështes emocionalisht. Mbështetje emocionale Iljaz? Po, të them aferim, bravo kur mbaron. Bravo I thuhet gomarit kur del nga balta Iljaz. Jo, xhanëm, muhabet hayvan hayır haram. Edhe pse Iljaz turp, kjo nuk është martesë, kjo është kontratë pastrimi. Kontrat pastrimi është kur të paguajnë Shamikuqe. Burrat me shokët pinë ku mendojnë, pika që s'u bie se nga gratë rojnë. Gratë në shtëpi rrinë e punojnë, burrat kanë për detyrë veç t'i dashurojnë. Iljaz, mos mbo filma mua. Edhe një gjë tjetër. Po, Iljaz, unë mendoja se dashuria jon ishte si në seriale turke. Po është. Po ku? Drama. Iljaz! Më duket sikur ti nuk më kupton edhe pse ne flasim shqip dhe turqisht bashk. Të kuptoj shumë mirë. Qa kupton ti? Qa kupton? Që tani do më thua mua shokët. Iljaz, jo, pse nuk futesh në Big Brother ti? Byk, abi. E çdun aty. Po futu. Aty je me kamera gjithë ditën, të paktën të kontrolloje të shoh, e di ku je, ça ha, ça bën, ça pi. Po ç'bën njerëzit aty Shamikuqe? Zihen për xhelozi, tradhti dhe kushlanenët. E pas kemi byk abin në shtëpi. Çfarë kemi ne në shtëpi, ore? Byk abin për vllajën e madh. E vetëm se ata fitojnë lek, kurse ne këtu fitojmë sherr me njëri tjetrin. Ka I sheshit pas ka dal leku, mashallah. Ne mos lek. Kap në reklam në një emision nuk rrin si ti me kamion, kupton? Më mirë në timon se sa në avion. Më mirë në gjidëm karoceri se sa të fudem në qeli ashkëm. More vesh e dashuri. Birë soru vardë. Urno. Kam një pyetje për Hamadi turqisha, çaj jeri.
Elias, kam edhe një pyetje të fundit. Pyet. Po sikur të tradhtoj unë. Të bene Arabi haram. Ti? Po. Jo. Me kë e depsës? Me një burr që vjen në shtëpi para orës 11. Jo. Mos e bëj. Se do mbetesh pa burr fare. Po pse? Se ai që vjen në shtëpi para orës 11, ose është beqar, ose është i papun, ose është e shtun. Po e shtun ç'ne, more? Se ka praj ma shkëm, duhet me pa Big Brother. Natë e mirë e pa që i fat. Aha, po ti foler burr. Foler burr, o Julit, këtë që më ke bëti këtu të emisionit Top Fars, ma ka bëj njëri në kaq vite. Ti ja vetëm role grash. Po role grash, ma i qaj dhe rejnë grave, edhe me objekt. A je aktor asje? Aktor e na bëj qik me qeshtë. Jo, për qesh kemi pjesën e dy do qeshim, do zgërdhihemi fare. Por derisa do jem atje kemi shumë gjëra përpara. Si fillim kemi si diti çka kemi ne, apo jo? Reklama. Po, kemi reklama, muzikë shumë të mirë dhe rikthehemi sërish sepse kemi shumë gjëra të bukura për të folur. Ju vazhdoni që ndroni këtu me ne. Është 9 mars 2026 dhe ne jemi live në Top Fare këtu në Top Albania Radio. Për gjithë ju që mund të jeni në trafik, do mundohemi t'u lehtësojmë dhe të hapim telefonin dhe të shohim dhe të dëgjojmë se kush është. Alo. Përshëndetje. Jam një studiues. Studiues? E çfarë studion? Jam duke studiuar një fish shumë interesant, quhet Homo Big Brotherus. Oh, po ku jeton ky fis? Në një habitat shumë të veçantë, në një shtëpi me kamera 24 orë në Kashar. Përfundim shkencor ky, Po, evolucioni njeriu ka kaluar nga Homo sapiens Po? në Homo Big Brotherus nominus Delar Tankolat Shtunë. Po do dali. Basilar është dyshë me gola shumë. Në rregull. Po çfarë keni vënë re te ky habitati? Qesh. Që krejt banorët aty janë riprodhimi i historisë së dikurshme. Oh. Gjithë këto kohë i kam studiuar nga vinë. Urdhëro, po të dëgjojmë. Bota është si portokallja. Po. Shikoni, njëri nga banorët më kujton shumë Aleksandrin e Madh. Ja. Jo se pushton botën, ore. Po. Por pushton çdo debat dhe nuk di të ndalet. Po kush është ky? Rogeti. Po pse nuk e dim ne kush ishte Rogerti? Po e dim, atë nuk e themi dot. Po tjetër. A vazhë, se u mbyte. Një kuje. Më thuaj tjetër. Një vajzë aty më kujton në Kleopatrën. Queen e vetë spallës. Queen. E po kur isha unë, Amerika nuk ishte me neve. E kuptoj, po. Për Egjiptit, po për mënyrat si manipulohen aleancat, debate, e shumë të tjera. E ke fjalën për Selin, besoj. Tunde, moj Selinë tunde, të dalnamin në katunde. Të dëgjojnë të gjithë ata që janë në makinë dhe më teje. E kuptoj. Po bëhet shumë interesante. Vazhdo, po të dëgjojmë deri ku ka shkuar studimi. Një tjetër është një kopje Napoleon Bonaceres. Oh, kush është ky, mor? Bonaparte, më fal. Aha, po? Strategji të mëdha, Po? plane të mëdha. Po? Por luftën më të madhe e bën pse kjo ri me atë, ajo tha plas kur të shtiva e të jë. Po mirë, kush është ky Napoleon Bonaparte në tentativë tani? Babamiri. Pa i Tankola, aman, nga e ka prej ardhe nej. Tankola del të shtunën. Në rregull. Ngrije pak zërin, të lutem. Tankola del të shtunën. Po pra, po nga e ka prej ardhen, ç'thot studimi yt? Mua një studim më del që e ka nga majmuni, po një studim tjetër
Po. Në të një përzierje mes Neronit dhe një dasme shqiptare. Neronit dhe një dasme shqiptare. Po pse kështu tan kola? Po nuk e di fare, unë më qëndroj më shumë kësaj të majmunit, po nuk e di. Se vetëm këndon gjithë ditën dhe flet ndonjëherë kotë. Ky është, si shton historianët, kur Roma digjej, Neroni këndonte. Kur debati ndizej, ky vazhdonte refrenin. E kuptoj. Kjo telefonat duhet ishte lidhur drejt për drejt me shtëpinë, ata duhet ta dëgjoni këtë me patjetër. Unë po të marr direkte nga varri. E kuptova qartun. Vazhdojmë. Ti nuk e di se kush jam unë, po unë e di se kush je ti. Po ti di gjithçka, e di unë këtë po, studimin tani, vazhdojmë me studimin. Mateo, do më për Mateo. Qa ka Mateo, Ela? Mateo ka lidhje me Nostradamusin ose me Baba Vanjën. Po pse, mor, ç'është ky? Se ri praulli shëndritit parashikime. Mbaje mendë. Ky Rogeti njihet në Selinë. Kola që do dali të shtunën ka marrë 20.000 euro bakshish me një koncert të jetë. Jo, 30.000 ka marrë ai, ka qenë kështu në një dasëm malsori. Mateo është si nga Elbasani. Ka 2 prejardhje. Jashtë metalurgjiku, hajde një herë, po e gjëm dhe këtë dytën. Mateo është një rast klasik i romantizmit si Romeo. Diferenca e se Romeo kishte balkon. Mateo ka vetëm dhomgjumi dhe një refuzim çdo natë. Po mirë, me që dolëm aty, po Brikena, me që ishim te Mateo, do më thonë, mos të ndajmë. Bulevardi Zhandark. Zhandark doja të thoje, hiqe bulevardin. E më falë se më ka pëlqyer kur kam qenë në kohën time. Ka pasur pak trafik, më doli pa dashje. E kuptoj, vazhdojmë. Zhandark. Brikena ka lidhje me Zhandark. E pastër, e paprekshme, bën si e zgjuar dhe gjithmonë në mision. Vetëm sa ajo luftonte për Francën, ndërsa kjo luftë askush të mos e marrë vesh se këta pusën oqe në ndritën e një kaloqe. Më qafsh mua më, po ndonjë filozof ke gjet aty? Po, është një që më kujton Sokrati. Kush është ky Sokrati më? Tenali. Kuptojmë. Po Gimbo? Ai që njihet më shumë si shoku i një të famshëm se sa i famshëm vetë. Ky është një rast klasik historisë. Si shumë generale që jetonin në hijen e Napoleon Bonaserës, historia i mban mend vetëm për fotot pranë Napoleonit. Po Greta, more. Ata e shokut Xhemal, e Quinit dhe më. Po, aty. Mjafton kaq që për të shkuar deri në gjysmëfinale. Ke harruar Juelën. Juela pas Artanit, të martën. Direkte. E kuptoj, po. Vazhdo. Jo, mali me shëndritin? Ata kanë hallë që zgjidhin qeverinë në Kosovë, mos i ngacmo fare. Po po këto 3 banoret e reja? Ajo Egi është pas Tankolës, pas Juelës edhe pastaj është Egi. E kuptoj. Akoma s'kam arritur në përfundimet e tyre, po do t'i studiojmë edhe do të dalim në një konferencë për shtypë. E kuptoj. Po fituesi kush do jetë? Ke ndonjë parashikim shtot studimi? Po kur më rëzuan mua, ç'më duhet mua këtu? U vrave? Me thënë të drejtën rash në brinjë. Historia tregon që zakonisht fiton ai që bën më pak zhurmë. Në Big Brother ndodh komplet e kundërta. E kuptoj. Ka shumë të vdekur këtu Ela. Ku Ela? E vorreza. Natë e mirë. Ikim DJ Ghetto se pa mundur të vazhdohet. Ikim 18:42 minuta shënon ora, do ikim pak në muzikë, pastaj reklama dhe rikthehemi për pjesën e fundit të pjesës së parë. Rikthyer sërish në këtë pjesë të fundit të pjesës së parë. Pjesën të fundit të pjesës së parë, por ne nuk ikim, ju e dini, DJ Ghetto ka një bazë tjetër. Do mbytëm se të si me bazë, na e bëu Allah mraza. Gjithçka mund të ndodhi, jetojmë
Në Tiranë. Në Tiranë. Nisim, Vjosa Osmani shpërndan kuvendin, hajde mblidhit. Kapini, lidhini. Jo. Kujdes aty. Por se nuk kapën në burr. Okej. Lum makinash nga Shqipëria në radhë për naftë në Maqedoninë e Veriut. Si kanë ardhur kohat, dikur te komshiu kërkoni farkosi, tani kërkojmë naftën, na jep edhe benzinë. Po benzinë edhe gaz. Gjeti çantën. Gazin e Gjeti çantën e ukrainases me $17,000. Fake news. Qytetari e dorëzon në policinë e Sarandës. Policia tani po kërkon nëse qytetari është real apo personazh legjend. Ka shans. Ai pati koti numëronte €17,000 dhe pastaj e dorëzoi. Ka numër policia ose ukrainasja që ka thënë kisha €17,000. Okay. Ndërkohë Zelenski thot ku i gjetë ti? Po, na jep ne para luftës. Katari paralajmëron na jep ne për. Po ti ke parë për Zelenski. Filmosh i papall. Mundohemi në herë burç, batot momenti, por Katari paralajmëron se lufta do të detyrojë gjirin të ndal eksportet e energjisë brenda ditëve. Më duket se po rikthehemi te koha e Tosnanos te ditët me orar, koleg. E kuptoj më. 5 ka drita. Britania azil kërkuesve ju japim £40,000 vetëm ikni nga vendi. Tani 15 të kërkojnë këta kthej që të çojnë deri në Britani. 40 i japin ata që të kthehesh, i bi 25 pa punë fare, i thon, futin xhep, jo keq. Mirë i bie. Londër Paris për 30 minuta, projekti futuristik që do t'i vinë në ndihmë miliona njerëzve. Hidheni syt te nga ne, o migo. Bëni edhe Harry Fulcin Vasil Shando Kajse po bëjmë nga 1 orë për të vajtur në shtëpi. Pak të çojeni gjyqësore. Pra. Do të jenë ditë të vështira. Ministri i jashtëm italian, konflikti në lindjen e mesme do të zgjasë të paktën 7 javë. Ndërkohë bastet kanë filluar. 1 që mbaron më shpejt, 2 që mbaron më vonë dhe X që kismet tu pa tu bo. O koleg, është ç'a bastet po thua, më është luftë, jo lojëra. Po luajnë me jetën e njerëzve këta më koleg. Qenë shumë i hidhur sot, nuk s'po të përballoj dot më koleg, ç'a na bëre kështu. Ecim dhe marshojmë. Multimilioneri 70 vjeçar, të dashurën 26 vjeçare e bëra për vete me buzëqeshjen time, pasi i tregova sa lekë kam. Të bukur shumë, ecim. Mendova se Messi dhe Inter Miami vizitojnë shtëpinë e bardhë si kampion të Amerikës, marrin leksione për luftën në Iran nga presidenti Trump. Ore topi ku është, pyeti Messi. Atje i thanë, ti e ke, Suarez ndihmoi çik me gjylet. Qa thot kyre? O Messi, topi është gasharo, vlla, po deshe ike merë. Ku është topi? Ku ka rëmë që se di ku është topi? Po flasim. Top qenë, vlla. Po ai thot për topin e luftës. Ky tjetër ka për topin që lu. Top për top fare. Po sa më treme, okay. Thash qa ndodhi jo, po se mu qanë pantalonat. Si për Hedos, bravo, se jemi edhe ko luftës. Më surprizon ky gjë. Alarmi kuq në Greqi, shkak tensionet në Iran. Alarmi u ndje edhe në Shqipëri, madje më fort sa u trembën karburantet e u ngjitën direkt ta rrisin naftën. Po për direkt o sa thal, po pritet se s'ka ardhur akoma ju. Po mirë, më mirë të jemi të parët. Flasin ekspertët që ndrimi i zgjuar natën nuk është i shëndetshëm për zemrën, as për mendjen, as për syt, se çohesh mëngjes e thua o sa më flije. Po e kemi nga hallet, o kolego. E shef? Nuk është i mirë as për hallet. Nuk na duhet ndihma pasi të fitojmë luftën. Trump i ashpër me kryeministrin anglez. Kësaj i thon anglisht, po flasim mes po merremi vesh. S'kan ç'a bëjnë. Certo. Si. Nuk mashtron paparacët. Çare? Nuk i mashtron dot paparacët. Por Elon Musk e thyen këtë traditë. Dërgon një Tesla si karrem dhe hyn fshehur azi në gjykat. Nga dera e pasme. Sa i thon makinë me të futme. Po. S'ke ç'a ti bësh burr. Nuk ke ç'a ti bësh. Okej, këto ishin ato çfarë ne kishim përcjellë për sa i përket rubrikës së rreth botës. Gjithmonë për 5 minuta. Direkt po, ikën minuta dhe po. Okej, ketos faleminderit, na gjeni një kështu me Anstar tani. Se na ikën në Xhaketat i kemi me Astar, po nuk rrim në stir. Po xhepat i kemi me dollar. Ku janë? Ja, xhepat e me dollar, bëj dollar, Juli, se nuk i dihet çfarë mund të ndodhë. Një rregull e ke dajon në Amerikë, po s'ta bësh ne. Dajon tezën. Jemi të babruri. Respekte. Okej, kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, ne do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë me shumë gjëra të bukura. Kemi familjen Astari, vetëm 2 mikrofona, 3 veta. 5 meshkuj vetëm këta 2 bashkë. 5 meshkuj me Erblinin. Po, patjetër. 5 meshkuj, Testosteroni. 5 steroid e vigut. Lart shumë. Okej, ikim rikthehemi sërish pjesën e dytë. Vazhdoni qëndroni këtu në Top Albania Radio. E
mira e këtyre se këta vinë në grup, jemi dhe ne me bër fix 5 heronjtë të Vikut. Jepi Juli me këto prezantimet e bukura. Jepi emër firmë. Jepi. Ç'të them më këtë Jepi valla se ka njerëz që i ngatrojnë në burr. Po jo, më kanë histori me taksi këta, e tregojnë shumë bukur. Prandaj se i ngatrojnë jepi pra me kë jepi sot. Erblin Bajko, Dortrokitje. Mirë u gjejmë. Respekte, mirë se na erdhët. Aleksandër Grami. Respekte. Dhe Jorke Broka. Respekte. Dy emra, dy arsye. Angelo dhe Juliani. Respekte. Çuna. Natë mirë. Çuna para punës. Ju falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tuaj ta kalonit këtu me ne, jo duke parë Partizanin e Moz me Dinamon. Unë jam me të udhën, kështu që s'kam interes. Unë shoh vetëm italianën. Me Interin apo me Milanin me kë? Juven. Okej. Mafioze. Faleminderit. Mbrëma faleminderit për ftesën, jeni shumë të mirë. Go Partizani. Bravo. Okej, e mori. Po çuna si është rikthehesh në radio pas shumë kohësh? Ishim në para javë, po si ishim. Shi. Është bukur. Na pas ngënjy. Jo më. Sigurisht, sidomos Top Albania Radio pas gjithë atyre viteve histori dhe ne kemi pas fatin të jemi pjesë një vit pas një emision dhe gjithmonë është nostalgji, po nga ana tjetër edhe kënaqësi. Por më shumë flet Aleksandri. Po, Sandri S'ka të trashtoj më shumë, ishte një Kuptua që propaganda nuk pi ujë shumë gjatë. Jo. Ose pi ujë, Tjetër me thënë drejtën. Ose pi aq shumë ujë sa i thon vllai, jo këtu. Këtu jemi tani jemi si në shtëpi, kështu që. Okej, bukur. Ndjesimi radio është gjithmonë ndjesi super e mirë. Dita Fal Angelo. mos e vri mendjen në burr. Dita juaj si ishte sot top fare apo tap topi? Si ka qenë kjo? Ishte top fare mendoj. E mendon që e kemi nis ditën në të natës, se Okej. kemi qenë zgjuar, tap topi. Po çfarë bëhet një natës për shkak? Top topi. Okej, agjeron? E kam provuar disa herë, po. Nga që thash një natës mos i zgjuar për të ngrënë. Ja, po se çfarë është ky kineze? Është ora 4 ajo besoj. Po, aqesh. Po. Okej. Mirë, mos futemi Me punë, me përpjekje, kështu arrihet. Juli mos na fute feja. Na kalon në ujëra të tjerë. Ne kemi një traditë emisionit që futemi në Që YouTube. edhe shohim kush nga ju ka video lakuriq. Më pas keni parë? Kam unë. Është në frëngjisht, ajo, është në frëngjisht ne. Erblin nuk të njeh Nuk e kam parë. Ma dërgon ju Pyto. Është e bukur. Edhe futemi në YouTube, të hapim për shumë në rasti konkret. Tek ju kemi hap një nga skeqet e familjes Astari. Okej. Dhe na doli para Pulën e detit, për më konkretisht. Ju si Skeqi me se pulën i e mbani detit. mend se keni bërë shumë, po. për vitin e ri. Dhe Për vitin e ri. Okej. Dhe gërmojmë te komentet për gjetë ndaj koment pikant. Okej. Dhe është një koment që thot: mos e hiqni familjen Astari. Prit. Na bëjnë shumë për të qeshur. Familjen Astari e shohim më shumë nga gjithë të tjerat. Edhe tjerat i shohim, por këto i shohim 2 herë. Por zoti nuk rehyshive është komenti është fik. koment, me të Ju vërtetë. lutem, këtu ndryshon dialekt. Mos e hekni familjen Astari. Këtu shut vllai Maci duke qenë shkruajtën. Shumë e bukur thot. Tani, pse ju shohni 2 herë çuna? As ju kuptojnë apo ju pëlqejnë? Bukur pyetja. Bukur. Unë shpresoj të jetë e dyta me të drejtën, se mesazhe para kemi ik fare, kemi të shtuar. Po është e bukur thira, mos e hekni familjen Astari. Ne do bëjmë pamundur e mos ta hekim familjen Astari. Dhe do bëjmë shumë shpejt me një Keni familje tjetër dysh? jo familje dysh, thjesht do bëjmë dimensione më të mëdha. Okej, bukur. Hyni në YouTube dhe shihni komente se çfarë thon njerëzit për ju? Me thon drejtën, unë i hedh nga i sy, Okej, mas jo. shfaqes gjithmonë komentet. Në përgjithësi janë shumë pozitive, ka edhe njerëz që të kritikojnë pse e bëre këtë, pse s'e bëre atë, por gjithë secili ka mendimin e vet, e respektojmë. Faleminderit dhe për ato komente. Ka një gjë të bukur që ndodh dhe ndodh përgjithësi me gjithë aktorët e Portokallisë. Ka ndodhur këto 2 sezone. Na vin emailë secili të veçantë, po në përgjithësi nga i njëjti person, se është një person. Spam. Si? Spam, nuk ka rëndësi. Edhe emaili është për të gjithë njësoj. Ju lutem mos e mbyllni portokallin për 1 milion vjet. Ju lutem. Ka edhe ca gjëra tjera që nuk thua. Por ky mesazh mund të vinë 25 herë te secili.
Shumë e bukur. Kjo është një protezë virtuale, duhet. Të themi aty Robi që e kemi lexuar emailin. Kemi lexuar, faleminderit. Kemi edhe ca adresa falso, për shembull, aty çaj janë kështu bravo, jeni më të mirë, jemi ne. Okej. Edhe ky mesazh që po qeshë që në fillim mos je ti, apo jo? Po deri një natë çfarë bën ai me këto me Miri anglik, është një. Babi miri nga Babi miri. O çuna sa e vështirë është të mbash një grup kaq gjatë, siç jeni ju. Na ka ikoni kështu që ne kemi marrë kaq mirë grupin. Pa i tjetri atje iku për arsye të tjera, a kupton? Jetën tonë vetë mirë. Është shumë e thjeshtë në qoftë se personat e atij grupi e duan njëri tjetrin, e respektojnë dhe duan kanë një qëllim të përbashkët për të arritur diku. Atë po diç. Kjo është e vërteta. Jeni me atë idenë u s'dua të vete kurrë në Amerikë. Ikim si turist. Kështu nga ky aspekt është e thjeshtë. Tani sa është e thjeshtë është edhe e vështirë normalisht, gjithmonë duhet me respektu njëri tjetrin edhe mos me fillu me deliru që jo jam unë njëri ti. Okej. Edhe mendoj që sa më të sinqert me njëri tjetrin, të jemi aq më shumë kemi O çuna, a është familja Stari krimi juaj më i mirë? Artistikisht deri tani? Është më i famshmi dhe më i suksesshmi në mosha të ndryshme. Okej. Por kemi disa role të tjera, për shembull që fëmijët nuk e ndjekin, po e ndjekin të rriturit. Po. Mjekët për shembull mund të veçoj kemi bërë një farë kohë. Që ne kënaqeshim shumë me mjekët. ZNQ ja. Po Që ishte e vjetshme. Kjo është më Do e jesh sigurisht dhe këtë sezon. Gëzimi më i ri në familje. Në vërtetë se ju ndjeni domethënë ai qefi që bëni ju edhe kur jeni në Portokalli. Të paktën ne që kemi mbaruar të njëjtën shkollë e dallojmë që ju kënaqeni shumë atë. Kemi marrë në të njëjtën shkollë dhe kemi mësuar aty që po s'u kënaqem ne, publiku nuk do kënaqet, edhe po edhe skenaret sa më shumë qef. Që i shkrim vet, domethënë është dhe një anë tjetër që shprehemi ashtu siç vërtet dhe në ditët e sotme është shumë e vështirë të kesh një platformë ku ti të shprehesh lirisht artin tënd, kështu që Po tani jemi shumë të lumtur. Lekët e skenarit i ndani për 3? Po. Ne për 3. Po bie ndonjë gjë ashtu? Apo bie si s'bie. Bie. Po është laptopi që që po thojë po nuk është ajo, domethënë nuk është thjesht ana monetare ajo çka ne duam të arrijmë, domethënë me të thënë drejtën fakti që e kemi nisë të gjë është për këtë që po jetojmë sot për njerëzit që na shohin dhe kënaqen duke na parë. Pastaj ana monetare çdo punë do bësh, do paguash. Se po thoshë Sander para se të futeshim lep sa shpejt ikën koha. Iku i çerekosh, kemi reklama tani se na ra nga koha. Reklama dhe rikthehemi pas Para reklama mos e hekni familjen e Starit. Aman. O çuna tani jemi tek bashkëbisedim me popullin. Gjunjë duke ulur. Kam djalin e një kushërirë sime. E kam vërtet mos qenë, mos u ta. Cilin djalë? Se edhe mund na djalë gocë xhajse? Po. Kam djalin e kushërirës time dhe një ditë po pija kafe me kushërirën burin dhe me fëmijën dhe bie muhabeti më thotë mu është fiksu çuni 6 vjeç. Shçmend me familjen Astari. Merr telefonin, futet në YouTube dhe vetëm shef familjen Astari dhe i kam mësu për mend. Gjitha më nuk i kam mësu thot tani nuk besoj se i kam mësu gjitha por mend. Ai shef 10 herë. Domethënë dhe problemi nuk qëndron, problemi është se kemi frikë tani të bërtasim apo të debatojmë jo me çfarë thotë çemi ne familja Astari. Domethënë ti prandaj kishe ja 3 javë që më thoe mua hajde marrim çuna hajde. Do e më dal te kjo pyetja. E para duhet të jeni ca lek se po ju shtoj klikimet. Ças më thoshte hajde marrim janë super çuna. Ej marrim se do bëjmë gallata manër hajde marrim. Kështu që ka edhe nga këto raste nuk janë vetëm të rriturit apo familjarët që ju shohin. Është vërtet. Janë grup mosha të ndryshme me të thënë drejtën, se edhe personazhet tonë janë në mosha të ndryshme. Pra është babai, diku ka qenë edhe nëna, jemi 2 fëmijë që jemi prap grup mosha të ndryshme, gjithë secili nëpër familjen shqiptare gjen veten, dikush te nëna, dikush te babai, dikush te gruan, dikush te motra. Edhe kështu pas edhe ato fillojnë zihen shtëpi kush është. Na ndalojnë shpesh, në familjar dhe thotë ne i kemi ndar rolet. Unë jam vllana thotë ajo, unë jam dedi, unë jam principesha, kemi edhe çunin, e ka ndar rolet. Po ndonjëherë janë kështu, ç'a na keni bëma? Po ç'a na keni bëma? Ju na jeni bosit shtëpisë. Po nuk rrit të kanë. Është ndjesie e mirë kur i dëgjon këto komente sepse
Do të thotë që si më bërë të bezdisur edhe besoj kemi Jo, as pak. Edhe ne e provuam, po kur më thonin dedi si më duket, në tash le hiqe fare. E po ti si kapje të zërin, si kapje të timit. Se më thoi dedi Shumica si më thret Tedi. Tedi. Po e bukur është, e bukur. Po shumë kurioz jam të vriten kordat e zërit o Erblina, po je mësuar. Jo, unë flasim mbështetur. Po i dhem kohë kam rapa. Janë teknika aktrimi, tjetra. I keni bë kur e keni pas sistemi 4 vjeçar. Se ne të pesës nuk e kapim. Kush ë? Të pesës pra, pesë sistemi 5 vjeçar. Ska është shkolla e çmendme. Duket si zë koke, por nuk është me të thënë drejtën. Se normalisht është i lodhshëm, por jo i pa bëshëm, domethënë. Okej, mirë. Po çuan shumë shpejt do vini me shfaqje për dal aty. Pra familja Astari, ju të tre së bashku me Ilia Kaçin, do keni një shfaqje Familja Astari, hë sot, hë nesër. Hem kështu, hem ashtu. Data e premierës është vendosur? Është vendosur. Është vendosur dhe është hera e parë që ne po e themi. Dhe Sandri Si je mirë për reklamat. Jemi sa për reklam. Është data 20 mars ku do të jetë premiera e shfaqjes tonë të parë dhe të re, që quhet Familja Astari, hë sot hë nesër. Bukur shumë. Dhe do i kemi 3 fundjava rresh në sallën e madhe të Akademisë së Arteve. Atje ku nisi gjithçka. Okej. mas datës 20. Pra neve nuk na mjafton vetëm skeçi juaj të dielave në portokalli, por për 3 javë me radhë do vime do ju shohim. Por menduam për këta njerëz që e shohin nga 2 herë nga 3 herë. E gjuat ti komentit, nuk e kanë hack, e kanë dy fishu. Kemi shtuar pra që të vinë ta Një orë shohin gjys. A mund ta cekim pak se për çfarë bëhet fjalë? Patjetër janë thelbi patjetër që janë sakrificat e kësaj familje me ngjarjet që i ndodhin në përdita. Edhe jemi munduar që në këtë shfaqje, duke i dhënë fokus total momente të ndryshme herë dedit, herë mua, herë principesës. Pra duke i bërë ato faktorë të rëndësishëm të. Po Ilia është njerëka? Ilia. Bukur. Është Xholi. Thesh mjekrën e. Nuk e di, jo. Ilia është tamam është Xholi jon, sepse është Kemi eksperimentuar një gjë të re. Po, i cili do bëj disa personazhe të ndryshëm brenda shfaqjes tonë, dhe vetëm ne jemi me personazhet ton fix, dhe Ilia do ketë shumë ngjyra në këtë pjesë të. Ndiket të gjitha ato ngjyrat që mendoj unë apo jo? Lejlan nuk e di do ketë apo jo. Është ters në teatr, është Barros Molieri. Po. Është e vërtet kjo kur e bëni ti unë me sistemin kaç? Është legjend Edhe urban. neve na. Si të bujara Siriu. O çuna, po vini me një shfaqje teatri. Sepse për të ardhur më shumë afër publikut apo ju ka marrë malli për teatr? E thonë drejtën na kishte marrë malli për ta. Janë të dyja tamam, të drejtën, se jemi bazuar edhe Se çuat janë aktorë, janë me diplomë, ta dini. Gjithë diploma janë për sa i kanë marrë, sa si kanë marrë. Që s'na ka hyrë punë kurr. Domethënë s'na kanë kërkuar kurr. Jo, po ta kërkojnë ti e ke. Kishte krizë studentësh në akademi, po pas kësaj deklarante mund të thellohet kriza. Unë kam përdorur me të drejtën, të vëllë dy institucione që punojnë. Po se ti je teatr, kështu që. Po vazhdo teatri Kështu që mund ka hyrë punë të drejtën, por kjo salla, kjo është shfaqje sa salla. Po salla shumë mirë i Shumë për ta shohësh. Kjo shfaqje me të drejtën i ka të dyja bashkë, edhe pse na kishte marrë malli për të bërë një shfaqje teatri ndryshe, ja pra dhe këtë teatri kuklave, po është tjetër gjë, tjetër emocion atje. Edhe menduam që edhe me familjen Astari sa herë prodhonim sketchet e portokallis, ndjeshim si të pangopur. E tham pse jo, një formë për të nxjerrë më shumë nga vetja mund të jetë teatri. Okej, po patjetër. Jorge, po ty të është dashur diploma? Patjetër, po s'më merr të kemi ndryshe mua. Okej. S'më pranon të kemi. Okej. Këtë dokumentat tonë, pa Dokumentat ka mbushur një cep të bufesa në shtëpi. Duket bukur. Do shuna po kur s'na është dashur kjo diploma, për çfarë kemi bërë atë shkollën e kot? Për të marrë një urit për të ushtruar këtë profesion. Ja, për Unë teknikat. këtë kuptime kisha, nuk thash që nuk vlen diploma si aktor. Okej. Sepse normalisht je stërvitur, ke marrë mësime teorike dhe praktike dhe normalisht je formuar si aktor. Po, zysh si mira. diplom flas, si Po, si karton. nuk Erblin, si thotë zysh mira, hoft shof. Fundja falë asaj diplome, ne jemi sot këtu te kjo radio për të folur për të shfaqjen tonë që Sa i mirë është ky Sandër, sa mirë i bën këto llogocitje. Ti vazhdo ta sa. Çuna keni lënë ndonjë gaf super të madhe në sken?
Për shembull, Patjetër. ndonjë gjë që s'është kuptuar nga spektatori, po ju e keni kuptuar, për shembull, ka dalë Unë e kam në YouTube, e mund ta shohësh. frëngjisht, ta shoh frëngjisht. Duhet futesh te kjo videoja dhe t'ia ngresh televizorin Zërit Maksimum. Vetëm Jorken. edhe ka qenë një sketch, mos gaboj, ka qenë vdekje, ka qenë qok vdekje. Edhe në një moment unë luja rolin e një gruaje që I kishte vdek burrin duket. Jo, ti ishe një kështu Ai ishte nga ata që po bëjnë qokën. Okay. Dhe në një moment të caktuar, unë them batutën çka kisha për të thënë dhe e dija që mbas meje duhet fliste Sandri, por u krijua një lloj pauze pak më Sandri po hapte letrën. Isha me kur, do lexonte një letër. Ky mendoj se harroi tekst. Edhe unë harrova që kisha edhe mikrofonin e ke ti. Po do t'ia ngresh zërin, edhe ti je gjë. E ke ti. Unë jam sken që them dhe shoh që seriozisht të bëhet edhe vazhdoj materiali pastaj. Shumë e bukur. E bukur është po nat material shoh edhe Erblinin që kishte vesh atletet e Landit personale. Kishte 3 numra më të vogla. Kishte edhe konveksion. Grafa jonë e parë në sken që sezonin e parë të protokollit. Sezon të parë. Nuk që na ty tha. Keni pas ndonjë kështu raste kështu për Pastaj kemi pas momente që më të kemi harruar tekst dhe ka kalu dhe Këto janë që mundohen. Jo, aty më kërkuan u diplomën dhe shpëtoi Erblini, si ja kërkuan. kemi pas improvizime nga ana e Erblinit që më provokonte. I shohim çdo të diel, duket qartë. Më thoshte që tani do të themi do të bëj gjë dhe më fus në sken direkt vetëm kur shikoj që rrëzoj edhe o pegoj gjithmonë surprizë për mua. Ju nuk ju ka pe qeshur aty në skenë apo jo? Mundohemi mos na Qesha unë kapi. këtë javë. Do tani këtë diel. Doli. Doli, okay. Ta shohim edhe këtë YouTube. Angelo e ke ti. Jo më s'kam nuk kam më pyetje tani, se është e 29 ka Okej, do se ke ti. Edo se ka unë e ke ti, e ka emrin. Reklamimi. Ikim reklamar i kemi. Albania Radio. 9:34 minuta shënon ora. Erblin Bajko, Aleksandër Grami dhe Jorke Broga. Tani, kush nga ju të tretë titullohet apo quhet kjo intervistë që do vazhdoj? E kemi jasa pyetje kush nga ju të tretë. Thjesht drejtoni Sandri. Pyetja e parë është delja e skenarit. Zgjenja skenarit. Po, është qendron Sandri? Një emër. Pa arsye. Landi ai. Unë dalë Arsenal, se shtoj shumë. Okej. Shumë. Okej. Kush nga ju të tre vonohet më shumë në prova? Erblini. Unë vonohem jo për Mi jem punë tjetër ti pra. Punë tjetër. Marrim çapë edhe këta. Kush kontribon më shumë në shkrim teksti? Posh me ditë bën. Jorke bën zgjidhjet. Okej. Po, Chelsea, personazh si më kyç. Jorka. Po. Bravo Jorka. O çuna, po. Faleminderit. Kujt nga ju të tre si plas fare që ndodh rreth e rrotut, po të bëj punën, nuk të fus lekët xhep të rreth babo. Ai që i Pra na iguaj. Gobi aty kur atë gjona është nata Të shihet I ka ai. Po flen gjuhë. Kjo është arritje. Të bësh familjen Astari me qesh vlep. Kush e di do të puthi djali gozës hallës ty, xhajë çake ti. Do të presim. Përshëndesim nipçën e vogël. E përshëndesim. Kush e di në Shkoz nuk e di se si mund t'ju presim. Ai se di nga si do Shkoza. presim mund tani. Ti ke takuar ai the për mua. Po ja, ti bëre emision vetëm për atë. Këtu për t'i thënë. Bashk bisedim me popullin duhet jemi afër popullit. Çuna, kush nga ju të tre është aktor më I mirë? S'mund të jetë ai që iku në Amerikë. Bajko. Erblin. Okej, Bajko, mirë. Kush nga ju të tre harron më shumë tekstin? E ke ti. Nga që punon ke teatri. se Ngatron me tekst. Jo, nuk është se harron, po shef shfaqen. Është aktor dhe është shef. Edhe Ka sy kritika që ka marrë regji teatri. Shihni videot. Kush futet dhe lexon më shumë komentet këtë e cekëm. Okej. Jorge lexon po. Po çuna, edhe kush nga email-et. ju të tre ka situata më shumë të ngjashme si familja Astari në familjen e tij? barabart mund ta thojmë të, se përgjithësi çana ka ndodhur fëmijëri kemi. Thonë se kush është u bëm si familja Astari. Aty jemi pasu ke fëmijëria, ke raport. Çuna, kush nga ju nuk fut kur dorën në xhep?
Jo, ai shi iku. Kave plan. Nuk du të them Erblini, kalo pyetjen tjetër. Nuk do ta. Po themi Erblini, sa për ta kalu mos ta lëm bosh. Po si qëndron, domethënë si është taktika, se unë du ta bëj harroj, ndroj xhupa shpesh edhe e harroj për të folur. Ka shumë xhupa. Do të justifikohet. Okej. Ta ka me shumë xhepa. O çuan, nëse do kishte një sherr real si familja Astari, kush nga ju të tre do merrte i parë policin? Dedi, masi të arreshte e bëlut. Çuna, kush nga ju ka flirtuar më shumë me fanset? Erblini. Jo, Erblini nuk i bëra, Erblini lësim. Ja. Çunat janë të lidhur, kështu që nuk i themi këtë. Po ngecjani aty në Amerikë. Mua vajin në Amerikë. Po jo se Po nuk ka për ta dëgjuar natë. Orena Jones ka dhënë urdhër Trumpi Top Albania të vendosë. Kënjë për të në Amerikë, na falni. Landi, na fal vlla, nuk e kemi me ty. O dedi, hajde. Kush nga ju të tre është më i famshëm? Malini Muhamedi. Sandri ka më shumë ndjeksa në Po ndjeksa Instagram. ka më shumë Sandri. Kjo është e bukur ajo që ju ngatrojnë juve të dyve. Taksistat ju ngatrojnë, ëh? Mua dhe Erblinin, po. Kemi një histori, po. Po mund ta thuash, po Mbaroje. jo s'ka gjë. E kemi kështu për pauzë. Ishim në taksi, po isha unë me Sandrin, jo Jorke. Okej. Edhe sa hym ne na pa nga xhamia ajo. Ua, kush më ka hyp makinë mu, si jeni të ndesa, bukur e bëa atë Ledionin, tha mu. Unë bësha meritonin atëherë, atë kosovarin. Valbonën bëj, Valbonën. Apo Valbonin? Valbon. O, i thash, po, edhe fillova, keqja, dhe i, fix, po, fix. E ka pas pasqyrën e prishur. Se ka pa mirë. Jorgi ishte pse më merr batutat. Po ecën bursa Ka nuk shumë raste që kanë gatruar mu me dedin dhe unë i kthem. Po çfarë po më Familja e fundit. Se kanë rënë flokët e dyve këtyre. Edhe ty po, ke kapuç. Kapuçot e kam. Edhe ty të kanë rënë? Shumë keq i ka këtu gjyn. Këtu. Aty ku i ke ti? Nga peti. Po e pash për ai për kamerë. Po merrni me thasha themet e Du të me vën këtu kufjet atë. Po. Është e bukur, nuk të ka ardhur ndonjë kështu kompani flokësh që ti bëj gratis dhe ti bësh reklamën? Po, por duhet kursete berberi. Okej. I ve ka shok Berberin vjen në gjunaf aty. Duhet jem ai zëri që pse çuna mos i billni flokët. Okej. Natural. Okej, në rregull, mirë. Juli. Vite 80. O çuna E ke ti, Juli. kush nga ju të tre bullizohet më shumë? Do çfarë? Bullizohet më shumë. Do të çfarë jo, nuk dum që. Personazhi im, po Jo, njët, leja personazhe. Njëri tjetrin të tre po, nga smojmë shumë, të thënë drejtën. Me ditë, ajo është me ditë. Po, Kush ka ditën më të keqe, ai bullizohet më shumë. Siç thot populli, o me hon. Çuna, kush nga ju bën si aktor i madh jashtë skene? Ai Amerikës, ai Ti shkreti, ka dalë gjumi natë. Nuk mendoj, nuk është. Jo, jemi ti Premi jashtë thjesht. skenës, nuk është që mendojmë që jam. Nuk është se për shembull pat këtë One Battle After Another me Leonardo DiCaprio, çaj Leonardo. Ja, unë kisha po më mirë. Sa champagne për Po madje. çu ditë, përderisa s'na kanë dhënë mundsinë. E drejt. Po që jo, nuk mendoj Kush? se asnjëri nga ne. Kush nga ju të tre pikave të turbina që ta shohin dhe t'i japin ndaj rol? Ai në Amerikë prandaj iku. Ka dhe hidhja ti çaj. Ai e pide Unë diku. pi kafën te turbina, po marr nga shtëpia kafën. Dhe kalon te turbina. Kam bën shëtit. Jorke po ti? Unë e pi kafe në shtëpi me thon drejtën, bilecisht ai kafe që më dha Sandri, kishte marrë të re. Si ishte gjë ajo Sandro? Me shije është çfarë. Si bëjmë dot reklam, nuk i bëjmë dot reklam na falë. Çuna, kush nga ju do të punonte në administrat? Ti ishte si zënë qeja. Jorke. Jorke është çuna administrate? Jorke është çunë administratë. Ai zgjidh punë dokumentacionesh unë. Është nish. Kështu që nëse keni oferta pune, Jorke. Çfarë doni? Për kontratë për një gjë. Ke kështu po si noter bën në Jorke ose në përkthim? Kam vi makinë. Administrator keni Jorke. Po, tam kanë vënë administrator pallati, ma kanë vënë kështu. Çuna i shpëtoni gjohet policisë nga që jeni le të themi Shpëtojmë gjobave se ndjekim rregullat. Nuk është. Po për shembull kur shkel ligjin i Më shumë na shpëton. kanë falë me të drejtë. Kemi bërë çoni mirë. na kanë Valla ju edhe un po ti policë ti do të falos, sa se je shumë i mirë kështu kur çon. Kam një Faleminderit. Sa bësh policia. kam qenë një natë me gjithë një shokun tim.
kishim konsumuar alkool, po jo shumë, si më thënë që t'ishim shumë keq të derë. Ama nga që është ky rregulli që asnjë got nuk të lejon. 0.3. Edhe ati ishin me maska. Okej, ishin shqiponja. 4 polica foto me mu me maska. Mund Kush e dallon kë? Ti ishe i pirë ndërkohë. Çka shef. Okej, do ta vazhdojmë lojën apo do shkojmë drejt reklam? Ta vazhdojmë. Okej, do ta vazhdojmë. Po, bukur lejen, ai e di. Na çoat e bazën tjetër tani sepse Tani ço. To të rondat. Po. Çuna, bëuni gati sepse kemi përzgjedhur për ju 30 pyetje, ku ju duhet të përgjigjeni me një fjalë. Nëse thoni 2 ose më shumë, ne ju kthejmë nga pyetja e parë. Dhe kjo lojë nuk mbaron kur. Tek fjalë. Dili borxhit. Po, me radhë. Si një familje. Vetëm një fjalë. E fillojmë nga aktori më i mirë. E fillojmë nga. Okej, loja fillon tani. Je gati? Sigurisht. Okej. Gjëja e fundit që hëngre. Pilaf. I ka fshon thonjt. Po. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Sigurisht. Okej, Sandri, ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve për të marrë me punët tua? Po. Jorge, a të pëlqen komshitë tu për ditë? Ke ndërmend të derë të bësh tap lonzë? Patjetër. Digje shumë në verë nëse po, lyesh me kos? Kur? Jo, kosi hahet apo pijet? Pijet. I bukur apo i zgjuar jeti? Përkundras. Sandri, i bukur apo i zgjuar është Bajko? I zgjuar. Ja, ja falim tani. Quhet me i. Jorge, a je i lumtur? Shumë. Para apo dashuri Bajko? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit, Sander? Puthja parë. Ku e kishte puthjen e parë Sandri? Jo, se është pjesë e pyetjes, prandaj. Dole me na kap. Jo, pyetja e parë, jo e parë. Na kthe pra bjeri. Po jo, Ti mund të tregonë. Bravo. Ti Juli, je me mua me Arushi, me vërtet i thirrë ti këta po. Po ç'ti ndihmosh e? Do ta japi kafe. Do rrim tu deri nesër. Derisa ta bëj. Kam një pyetje. Tani që do fillojmë nga fillimi, duhet përgjigjemi po njësoj? Jo, si duash. Okej, si duash. Ti po do ta kesh ndërgjigjen e pastër përgjigjur. Gjëja e fundit Që hëngër sot. Gjëja e fundit. Si ti je? Hera e fundit që bëre sherr. Pardje. Jorke i ka fshon gishtat e këmbës. Nuk arri. Nuk arri. Bajko, gjëja e para fundit që do dohet haje. Paçe. Me hudhër brenda. Hera e fundit që bëre sherr, Sander. Pardje. Si Big Brother. Jorke, me që gishtat e këmbës nuk i arrin dot. I ka fshon gishtat e këmbës? Bajko, a je kokfort nëse po, a mund ta thyesh një pjatë në të? Absolutikisht. Okej. Ashtu. Sandri, i ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve? Patjetër. O Jorge, a të pëlqejnë kolegët e tu? Çka? Bajo, ke ndërmend të desh të bësh tap lonzë sot? Shpesh. Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos? Asnjëherë. Kosi hahet apo pijet, po pse hahet? Omelsin. Okej. Desha me thon. O Bajko, si është Sandri, bukur apo i zgjuar? Bukurash. Sandri, a je i lumtur? Patjetër. Jorge, puthja e parë apo puthja e fundit? E mesit. Ku e kishte puthjen e parë Jorkja? Poshtë. Okej. Më pëlqen. Sander, para dashuri apo pound? Pound. Është rrit vlla, nuk ke faj. Jorke, të pëlqen ushqimi kinez, nëse po, do ta haj një zhapik që dublon filma për fëmijë. O Bajko, më mirë të thot zemër shpirt apo? E dyta. Jote, harrova. Ja, nuk i do këto me o. A shan kur she lajmet? Pip. Gjithmonë. Okej. Jorke, i ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos?
Po. Bajko i bie ndonjëherë qylit? Po gjithmonë. Bravo. Sa harron xhupin. Hera e fundit që je skuqur nga turpi Sandri. Që bërë kështu speci kuq. Para 3. Jo. Pa këti. Para 3. Le, si skemi. O U Jorge, dosh Sandri, jam tek e tekur me Jorgen. Sandri, kujdes mikrofonin. Hajde, ai kthej nga fillimi. Ka kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë, e kam thjesht shoqe. Asnjëherë. Sa i sinqert është. Po e shef Po aty. jam çef mirë valla. Ne po gënjejmë, ne po thjesht po përpiqemi të themi një fjalë, nuk është se janë vërtet ato Do dalim në fund aty. Vajko, hera e fundit që them më fal. Pardje. Hera e fundit që gënjeve Sander. Pardje. Dje. Okej. Na vekë. Abra familja zdare. Mari çik frymë çulla dal, vazhdo. Sa 5 vështirë. Kemi. O Jorge, je lënduar ndonjëherë nga dashuria vlla? Sot. Okej. Vajko, nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do doje të ishe dhe pse orangutangu? Një fjalë. E boni me apostrof. Pëlqen. O Sander, më mirë të duash apo të duan? Të duan. Ja, ti fali po të. Bravo, Nuk kam çfarë bëj desh aty u di bëj janë dy. Rikthehemi nga pyetja e parë. Hajde, shumë shkurt. Keni punë sot ja. Me ke punë? Vajko. Na ka thënë t'ju hapim punë. Me ty e ka. Je gati. Gjithmonë. Ashtu. Gjëja e fundit që hëngre Jorge. Pilaf. Sandri, i kafshon gishtat e këmbës le barku apo? Po. Hera e fundit që bëre shet. Pardje. Okej. Sandri, i ke lënë ndonjëherë punë të tjerë për të marrë me punët e tua? Gjithmonë. O Jorge, a të pëlqen kopshit e tu? Për herë. Ke ndërmend të desh sot të bësh tavllonzë. As pak. Okej. Digje shumë në verë Jorge, që po a gjyesh me kosë. Gjithmonë. Sa mirë bën çuna. Sandri, kosi hahet apo pihet? Hahet. Okej. Orblin, si është Jorge, i bukur apo i zgjuar? Bukrash. Bravo Jorge. A je i lumtur, Sandri? Çka? Okej. Jorge, para apo dashuri? S'ka pound kësaj. Na pra atë po prit. Çka vaj? Dashuri. Okej. Po, më shpejt, patjetër, puthja e parë apo puthja e parë, Jorka? E para. Ku ishte puthja e parë? Poshtë. Ja more lekët Sandrit, mos i merr batuta ato. I kanë Bajko, të pëlqen ushqimi kinez ose po, do ta haje atë zhapikun që do ta hante edhe ky që bënte kështu dublime për filmat animuar për fëmijë? Tjetër. O Sander, më mirë të thotë zemër shpirt apo Brava. Shan kur shel lajme ti Jorka? Asnjëherë. Okej. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trigos? Çfarë? I bie ndonjëherë qylit Sandri? Kur? Hera e fundit që e skuqur nga turpi. Sapo. Okej. Kan kap ndonjëherë mat me dikë dhe i ke thënë e kam thjesht shoqe? Një fjalë. Jo, nxush. Hera e fundit që the më fal Sander. Shpar. Hera e fundit që gënjeve Jorka? Çfarë? Erblin, je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Rrall. Sandri. Nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do doje të ishe? Siç ajo Një fjalë tuta mos Orangutan. Orangutan, bravo. O Jorge, më mirë të duash apo të duan? Të duash. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Donaldin. Donald Duckun pra. O Sander, ke qeshur ndonjëherë në varrim?
Kush është ky Donald? Ta rulloj emision, kush është ky Donald? 15 vjet shoqërisë. Po si ka thënë aty të Amerikës, po që ka ikë. Ah, okay. Po Juli çfarë i the? Thashë ke qesh ndonjëherë në varrim, hyf tha. Okej. Çfarë bën kur s'ke ç'a bën New Yorke? Hajde çuna. Rrima? Ja, nuk është kjo pyetje. Po pse rrim më? Ma be çuna Ja, ç'a bën? çfarë bën kur s'ke ç'a bën apo? A bën pundor ajo është, ku thej. Ndonjëherë. Mirë. Okej. Nëse do të zhdukesh për një ditë, ku do doje të veje? Tropoj. Aty. Dhe tani çuna, kjo pyetje është për të tre, lejohet edhe thoni më shumë se një fjalë se ja arritëm fundit. Nëse do mund të dilit në një takim me një person të famshëm nga gjithë historia e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje Erblin? Jim Carrey. Pse? Para apo pas klonimit? Para. Para se dilte të Jimmy Fallon të bënte kështu. Sa marroi Truman Show do doja kisha fol. Okej. Sander? Will Smith do mendoja se Para apo pas shuplagës? Që kur qenë Will Smith e vet 20 vjeç. Okej. Jorje? Robin Williams. Para apo pas vdekjes? Ja se ne komunikojmë këtu. I ngrim po. Ja. Kemi Konstantin që ngrihet. Jo. Bukur shumë. Jo çuna, ja dolet me shumë sforcë ta kalonit këtë provën tonë. Sa notë mor. Ja pa për not, s'ka problem apo. Prit. Fes shumë Ishte shumë i fortë. Po Kjo smundja jonë profesionale që ke për du të gjejmë gjën saktë të mirë ose të bukur të momentit edhe në rri kështu si pem. Madje Erblini jep dhe interpretim. Po mundohesh të gjeja tek fjalë. bukur. O Juli, bëri pyetjen e fundit dhe pyetje që të marrim lek ne dhe pastaj të marrim. Po çfarë ne kemi kontratë këtu, nuk e di se keni ju në Portokalli. Po ne kemi kontratë që nuk e kemi rrok fikse. Sa më shumë fjalë të mira të thonë ftuarit, aq më shumë lek marrim ne. Do ta jepim ne lek apo Çuna janë të mrekullueshëm, fantastik, janë të papar. Më mirë se pas keni ku se ku gjeni. edhe të fjalët e mira nuk e shoh. Tash dy herë. Jo, e kemi Jorge shiu s'po na jep ka lek. Jemi kënaq, sinqerisht. Jorge të çoj një email. Jorge do Duket çojë që ne. kemi pat njëtat filma. E kuptoj. Super energji. Faleminderit. Çuna ju Pra falenderoj në shumë. tjetër apo. Ja, pritet se i mori kaq do të bëj tani foto me Sa ju. lek do që të vazhdojnë. Po do të shoh. Nuk e dim sa na kanë dalë, bën llogarit ata. Çuna Se konvertohen her pas Ju here. falenderojmë shumë, mezi presim që t'ju Faleminderit, shohim. juve. Çfarë? Ikni tash u bot me Po të bëjmë mbyllje, po pritet se do marrim Elona. O Elona! Elona Duro. O Elona. Mirë se. Bëhet apeli. Elona Duro. Do na vi hylli burse 5 çuna këtu ngelëm. Nuk na mbyllet emisioni. Hajde mi Elona, hajde mi drit. Hajde se pas pak kemi Big Brother Radio. Jo, ka shpejt. Ledion mirëmbrëma, Senati Mirëmbrëma, mirëmbrëma, familja mirëmbrëma. Mali. Qa treshe, qa peshe. Jemi pesë, jemi testosteronin në nivelet më të larta. Testosteron të Vigut. Testosteron kam ftuar. Çfarë do kemi sot? Alia, ajo është me mua sonte. Edhe në një orë Big Brother Radio për jetën, për karrierën, e dini për këto dashuri. Ti prap je bër shumë e bukur Me sot. vërteke? Po. Unë sot kam bërë një ditë divani. E thash se Edhe grosh, kishe bërë dhe grosh. Edhe grosh, e kërë të, grosh, triu divan. Dhe nuk, do të thosha, si do flas ndark, po mirë që ka. Ky emision pritet të jetë shumë tangërliks. Vetëm do lëshoj. Pas pak do të keni në Big Brother Radio Elona Duron. Ndërkohë çuna ju falenderojmë shumë që zgjodhe që këtë mbrëmje ta kaloni këtu me ne. Po Jorge duhet ta mbyllesh dhe Shumë kështu natë suksese. e mirë pa çefat. Prit. Natat e 20 Në datë 20 dhe në 3 fundjava në vazhdim te Akademia e Arteve, biletat do dalin në shitje nga nesër, shpresojmë. Ku mund të marrin biletat çuna? Te Salla Akademisë e Familja Arteve. Informacionet shikoni në rrjetet tona sociale. Nëse nuk ju mjafton Portokallia, do t'i keni çunat nga data 20 për 3 javë rresht te salla e madhe e Por Akademisë. për më shumë informacion futuni në rrjetet sociale, bëni edhe follow ti shtohen. Pagell Sandri sa i kam mjaftuar. Po shumë. Ikëm Shkojnë do jetë çfarë. Çfarë faleminderit. Thuaj tani natë e mirë pa çefat. Të shpreh. Natë e mirë dhe pa çifat. Okej, ikëm.